ardhur tashmë tek ndërtimi në zonat e mbrojtura, tek piknisja e kësaj proteste dhe tek derdhja e kupës, nëse mund ta quajmë kështu, ku qytetarëve i shërbeu ajo piknisje për të dalë në shesh dhe për të folur për gjithçka që lidhen me situatën e vendit. Pasiguria, varfëria, korrupsioni dhe gjithçka që ka të bëjë me të ardhmen janë pankartat, parullat dhe sloganet që mbart kjo protest tepër veçantashme prej disa ditësh ku gjithçka është në dirigjimin e halleve dhe problemeve të popullit shqiptar. Janë gati në pranë godinës së kryeministrisë, në finishin e tyre tashmë protestuesit, ku ne mësua që sigurisht të shohim të ndalen përpara kryeministrisë, aty ku është edhe një mikrofon, ku një podium, ku qytetarë, shoqëri civile, personazhe publike, por jo vetëm, dalin dhe flasin, mbajnë fjalimet e tyre, duke prekur, duke cekur problematikat dhe hallet e çdo shqiptari. Një protestë që nis tashmë. Rama jep dorëheqjen, janë Kori, i cili duket se nuk do të ndalet ditën e sotme. Janë flamujt të Britanisë, janë flamujt të Amerikës, janë flamujt sigurisht të Shqipërisë. Protestë që nisë në ora 19, në ora 18:45, një protestë që mbajnë fjalime, më pas qytetarët e kanë kthyer tashmë tradicionalisht në ecjen e tyre, në marshimin në rrugët e Tiranës. Kemi parë bulevardin Dëshmorët e Kombit, i cili ndiqet për shkuar drejt sheshit Skënderbej, më pas ecet përgjatë Bashkisë Tiranës për të ardhur tek zona e Nëntkaçeve, vijojnë qendër, futen tek rruga e Kavajës, qytetarë cilët nuk ndalen, vijojnë përgjatë kryqëzimit Vasil Shanto për shkuar në ish blok, dalin sërish në qendër dhe aty përsëri grumbullohen. Protestë e cila e kemi parë para 2 ditësh pa kanë qenë edhe përgjatë zonës Astiri tashmë në Unazën e Madhe, nuk janë ndalur, do se janë në kilometra shumë të mëdha këto të qytetarëve, sigurisht ajo vijon. Një protestë e cila rritet nga ora në orë, nga dita në ditë, dhe pankartat që ishin në këtë moment janë pikërisht ato që po thoni pak më parë, situata që pasqyrohet qartë rreth asaj çka po kalojnë qytetarët shqiptarë. Që nga varfëria, që nga pasiguria, që te korrupsioni qeveritar, e deri tek largimi i Edi Ramës, mbajtja e përgjegjësisë, kabinetit qeveritar, sigurisht korret edhe kundër zëvendës kryeministres